karakteri kom. E din që unë i du kolegët, i respektoj kolegët, e respektoj Ramushin veçanërisht, se s'kom qysh mos mi respektu, edhe mos mi desht, jemi shumë gjatë bashkë, e kom po në ditë më të vështira të Kosovës, edhe në ditë më të vështira të ti. E di që sillet, po në të njëjtën kohë edhe ai më njeh mua, e njohim njëri tjetrin. Detyrat që i marr me i kryon, i marr me tepër shumë fokus cilat do të qofshin ato, edhe po mendoj që nëse njerëzit kanë me pyet çka kom bën jetë, kom ju dal kështu. Kur kom qenë deputet, kom qenë nëse jo më i miri në rrethin e 2 ose 3 më të mirëve në parlament. Kur kom qenë ministër, nëse jo më i miri, kom qenë në rrethin e 2 ose 3 më të mirë. Kur jom zgjedh kryetar komune, nëse jo më i mirë, jom në rrethin e 2 a 3 më të mirëve. A dini pse? Jo se jom më i mençmi, nuk e konsideroj veten ashtu, po se e kom një atribut që nuk e fshehi edhe e thom pa pikë modestie. Nuk ka njëri që mundet mu fokusu në detyrën e vetë ma shumë se unë. I dedikohem punës. Një shumë fundit se shkoj me korespondentët. Po i vrej partit e mdha, që do mos këto që edhe na jemi e madhe, edhe shpejt kemu kur ma madhja. Po, po. Po i vrej që po ato që e quajnë veten të djathta,